Policia e shtetit njofton se gjatë muajit qershor dhe 2 javëve të para të korrikut janë arrestuar ose proceduar penalisht 29 persona, të dyshuar si autor të zjarrvënieve në zona të ndryshme të vendit. Sipas policisë, vijojnë kontrollet në terren dhe hetimet për parandalimin e zjarreve, si dhe për identifikimin dhe ndëshkimin e autorëve. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë arrestuar në flagrancë 2 shtetas, dhe është proceduar penalisht një tjetër për 3 raste zjarrvënie në Kavaj, Vorë dhe Mallakastër. Në Kavaj u arrestua një 51 vjeçar, pasi zjarri i ndesur në tokën e tij u përhap duke djegur kollota dhe rreth 300 pema grumesh e ullinj. Në Vorë u vu në pranga një 43 vjeçar, pasi zjarri që dyshohet se shkaktoi dogji një sipërfaqe toke të mbjedh me dru frutor, ndërsa në Mallakastër nisi procedimi penal ndaj një 39 vjeçari, pasi gjatë tërheqjes së një automjeti me karrotrec u krijuan shkëndija elektrike që shkaktuan zjarr duke djegur 10 pemë arre. Policia e shtetit u bën apel qytetarëve, fermerëve dhe pronarëve të tokave që të mos ndezin zjarr në asnjë rrethan dhe të shmangin djegjen e mbeturinave në toka bujqësore apo kullota, pasi kjo praktikë përbën vepër penale dhe rrezikon jetën, pronën dhe mjedisin. Gjithashtu policia fton qytetarët të denoncojnë çdo rast zjarrvënie duke garantuar anonimat dhe reagim të menjëhershëm.